O gjo, pasi që jemi në muajin Sha'ban, çfarë specifika ka ky muaj? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tash jemi akoma në muajin Sha'ban, edhe veç sa po sa erdhëm prej umrës, prandaj edhe që të shallin e Arabisë Saudite unë në qafë. Muaji Sha'ban është mes muajit Recep edhe Ramazan. Recep, Sha'ban, Ramadan. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shumica e njerëzve këtë muaj diçysh si neglizhencë, si në harres. A muaji Sha'ban ka shumë specifika, habibi. Muaji Sha'ban është shumë i çuditshëm. Prandaj do t'i përmendi disa. E para, në muajin Sha'ban ka zbrit ajeti më i dashur i këtë umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Që ky ajet kuranor ka zbrit në muajin Sha'ban, që është prej surës Al-Ahzab. Allahu Jalla Jalaluhu dhe melaqet i bëjnë salavatin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ky është ajeti salavateve. O ju besimtar, bini salavat, selam dhe salavat për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Pra përshëndetja më e madhe të melaqet pandër prej, edhe prej Allahut, edhe prej umetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i shkojnë selamet Resulullahit, krijesës më të mirë që ka falë Zoti Xhallal Xhelalu. Në këtë muajin Sha'ban, kjo ajet ka zbrit. Numër 2, në këtë muajin Sha'ban është interesant, është atje në Medinë një xhami, i thënë xhami Mesjidil Qibletein, xhamia me 2 kible. Pse me 2 kible? U konë të falë namazi i qinis aty, të kthyen prej Mesjidil Aqsas. Ka kaluar një person që ka ardhur e ka falë i qinin prej xhamis pejgamberit, atje kur ka zbrit ajeti pejgamberi ju ka kallëzuar, ka ardhur ato falë, ka thonë ej, kthenu prej Qabës, se ju kthye u bë kiblja ka Qabja. I njëjti namaz që shën kanë prej Mesjidil Aqsas, jenë kthye ka Qabja. Favalli wajhaka shatr al-Masjidil Haram. Allahu ka urdhëruar pejgamberin ktheu tash me kible prej Mesjidil Haram, prej Qabës. U bën 2. E treta, në këtë muaj ka zbrit ajeti edhe u bën një mungjize shumë e çuditshme, i thënë Inshiqaqul Qamar. Një natë, Inshiqaqul Qamar, nda hana. Edhe është nda hana shumë, jo pak. Është nda hana, ta bëjnë si shembull, ka qenë Mesjidi Nur në midis edhe Mesjidi Beni Kubejs. Hana është nda për gjys, edhe mali ka qenë në mes. Si ka mundësi kjo? Kanë ardhur mushrikin të Mekës i kanë thonë Muhammedit alayhi salatu wassalam, o Muhammed, çfarë argumenti jep për tyje dëshmi që ti je Resulullah? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka qenë natë, është kthye hana e madhe 15 që na thënë, hana e plot, po kthye prej hanës, ka thonë, hanë, si dëshmon që jam unë Resulullah, o qa hana 2 pjesë. Kaptina e qarjes është në Kur'an, iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar. U afru kiameti dhe u qa hana 2 pjesë. Dietari i madh i Nasës në Amerikë, egjiptian, hafizi Kur'anit, rahmet shpirti i pas të qoftë prej xhenetlive, Saad Zaglul, me emën për ju të regoj, hini nash në anglishte, shikoni nash në arabishte, e ka pas një kolege të anglis e njëjtit kalibër të studimeve galaktike në NASA, në Amerikë. I thot Zaglul, hana si duket, ka një vijë në mes, nuk ka hana rrumbullak, ka vijë në mes. Zagluli e thot, botra, po hana është qarë, këtë pejgamberit 2 pjesë, ajo vijë është. Ka si ka mundësi, po që në Kur'an të kje,
iqtarabat as-saatu wa shaqqa al-qamar, kolegja e anglisë më një herë ka pranua fen islame. Edhe kjo ka ndodhur në muajin Shaban. E para ka ndodhur pra ajeti i salavatit mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. E dyta, ndrimi i kibles prej Mesjidul Aqsas në Kabe, Beitul Haram. 2. E treta ka ndodhur që në muajin midis Shabanit Allahu xhalla xhelaluhu, edhe e treta Xhamia Hanës tham. E katërta, çfarë ka ndodhur midis të Shabanit, lejlet e nisfi min Shaban, transmetohet se zbret Allahu xhalla xhelaluhu si kur që i ka hije zbritjes e tij madhështore, edhe ja fal gjunahat të gjithëve. Gjithëve ja fal gjunahat në përjashtim kufarëve jo. Al-Jehudëve në Nasara, aty në nuk u fal mëkatet. Të gjithëve nuk u fal veç aty në jo. Edhe nuk u fal gjunahat vllaznive që s'folin mes veti. Kuptoni, ha? O populli jam shqiptar musliman. Kuptoni një herë për gjithmonë. O theni kapigjikat e dyër që keni mes veti, e bën në zjaret një qetrin, e mos shkoni të Allahu xhalla xhelaluhu me motra e me vëllezër të hidhruar, e me farefisin e juj. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Sa specifika u bën në muajin Shaban. E para, ajeti i salavative ka zbrit. 1. E dyta, kibla u bën prej Qabës. 2. Mi plotsu dëshirën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Mi plotsu se pejgamberi ka pas dëshirë kthimin mbi Qabës. 2. E treta, dëshmia në shikakul kamer, Xhamia Hanës. E katërta, kredve jo u fal Allahu xhalla xhelaluhu, umetin vetëm që ty në palve jo. Jehudëve në Nasara, ndaj të cilëve është i hidhruar dhe vllazë e motra që nuk folin e mes veti. Edhe e pesta në këtë muaj, edhe kjo ka qenë gëzim i madh që i ka lejë Resulullahit nipi, djali Fatimes, Imam Huseini radiallahu anhu. Ka lejë Huseini diku më 4-5 të datës muajit Shaban. Çto janë 5 gjërat e cilat ka mujt me i përthaku në këtë muaj çka ka ndodhur gjatë muajit Shaban. E lusim Allahun xhalla shanu vëllezër dhe motra këtë kush po na ndëgjoni, e kush po na ngoni, e po na ndëgjoni, e po na përcjellni, salavatit mos ja shkoçni për pejgamberin. Babelon, respektoni, familjet nderoni, evlat të juj edukoni, për pejgamberin shumë salavat. Çoni namazin mos e lini, zeqatin mos e jepni zeqatin, bëni punët e mira. Allahu xhalla shanu na e pranoft të gjitha lutjet tona dhe punët e mira, edhe na e fal gabimet tona të gjithëve, neve dhe juve. Sallallahu ala seyidina ve nebina Muhammed, velhamdulillahi rabbil alamin.